Në të kundërt, teksa Vladimir Putin nuk dorëzohet aq lehtë me letrat që ka në dorë në Kursk, ku luhet fati 10.000 ushtarëve ukrainas. Hidhni armët sa më shpejt që të shpëtoni jetë njerëzish, ishte paralajmërimi për Kievin, i cili nuk ka ndërmend të dorëzohet, duke hedhur mbi skakier të gjithë ushtarët e terrenit. Por nëse aktorët kryesor nuk po ecin në rrugën e duhur e Amerika po pret të hënën, Keir Starmer duket më i angazhuar me koalicionin e tij franko-britanik, teksa mbledh sot 25 partner për t'i bërë presion Putinit me bindjen se kështu mund të shkohet drejt fundit. A është kjo rruga? E diskutojmë sa vijon me Ledion Krisafi dhe Marlin Laçi. Faleminderit të dyve që jeni këtu për të diskutuar në lidhje me këtë çështje sa delikate, aq edhe reale, frymëzuar nga filmat western. 130 dronë të rrëzuar, por duket se një bombe vetme është ajo që e dobëson disi Kievin përballë fushatës ruse. Çfarë mund të themi për terrenin, Marlin? Terreni, në gjykimin tim, të paktën kjo betejë midis Ukrainës dhe Rusisë nuk është se ka filluar 3 vite më parë, por ka startuar në momentin kur rusët vendosën për okupimin e Krimes, dhe po të shohim marzhin e avancimit të forcave ruse, realisht nuk është një marzh aq shumë shqetësues për Kievin, sepse të paktën për 10 vite ka rritur të okupojë rreth 20% apo 19% të terrenit Ukrainas, por çështja, ajo mënyra nevralgjike tashmë ku ukrainasit po vuajnë është çështja e marrëdhënies së Ukrainës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kabineti Biden ishin, domethënë, promotorët kryesor të kësaj betejë për liri të popullit të Ukrainës, tashmë nuk janë më, sepse gjatë 20 janarit në zyrën ovale erdhi Donald Trump, i cili u shpreh qartë edhe gjatë takimit me presidentin Zelenski se amerikanët nuk do investohen më në Ukrainë përpos mundësisë që ukrainasit t'i kthejnë atë borxhin prej $500 miliard, ku domethënë hapur fare si një drejtues i një korporate ekonomike të madhe, Donald Trump u shpreh se neve kërkojmë mineralet e rralla në tokën ukrainase. Ai mor? Ende sepse po një marrëveshje ka. Një marrëveshje mund ta kenë, por domethënë pse duhet Zelenski në fund ditës që të negociojë me amerikanët për nën tokën, kur mund të negociojnë direkt me Vladimir Putin. Ledion, nga ana tjetër, ajo bomba në Kherson duket si një paralajmërim apo presion për hapjen e radhës? Është vazhdimësi e luftës së Rusisë, vazhdon sikur nuk ka ndryshuar asgjë, sikur nuk bëhen negociata në sfond, dhe kjo ka qenë qëllimi i Putinit, pra që lufta do vazhdoj paralelisht me negociatat, sepse Rusia sheh që ka përballë një ushtri të dobësuar dhe në fund po mundohet të marrë sa më shumë territor, dhe sa më shumë territor të marrësh, aq më shumë do jesh i fuqishëm në tryezën e tavolinave. Kështu që është një business as usual për Putin, vazhdon lufta, ka arritur një sukses shumë të madh në zonën e Kurskut, sepse Kursku ishte vetmja gjë që kishte në dorë Ukraina për të bërë negociata me Rusinë. Gjithë historia e Kurskut sot ka marrë fund, pra